Mes pasionit kalimit të kohës së lirë, por dhe dëshirës për të siguruar një produkt të freskët në zonën e Triportit në Zvërnes, has çdo ditë, por kryesisht gjatë fundjavave, dhjetra peshkatar amator, jo vetëm nga Vlora, por dhe nga qytetet të tjera të vendit. Mes tyre janë dhe Bruna dhe Adrian, një çift nga Berati, të cilët fundjavat i kalojnë në Vlorë dhe zgjedhin që kohën e lirë ta kalojnë duke peshkuar. Ata preferojnë zonën e Triportit për qetësinë që ofron. Sipas tyre, lëvizjet janë të pakta, deti është më i thellë dhe mundësia për të kapur peshk është më e madhe. Të dy kanë vite që merren me peshkim. Ky pasion i ka bashkuar dhe tashmë ushtrojnë së bashku në çdo periudhë të vitit. Ata tregojnë se qëndrojnë për disa orë, ndërsa largohen vetëm kur janë të kënaqur me peshkun që kanë kapur. Mbi të gjitha, kjo kohë shërben për të çlodhur dhe për të shkëputur nga lodhja dhe stresi një jave të ngarkuar. Çifti nga Berati, me profesion njëri mjek dhe tjetra inxhiniere, e shohin peshkimin me shumë pasion dhe shprehen se nuk do ta lënë kurrë, por do të vazhdojnë ta praktikojnë edhe në të ardhmen. Pasion vin çdo ditë? Ja, çdo ditë jo, nuk ka shumë. Kur kemi një javë jo, po bie ky Saragoj vogël. Po në shumë e kemi për sport. Për sport? Por të shplodhur mendjen kur i thon. Është një sport kreativ që të kënaq. Edhe hodhe prap, nuk e more. Është i vogël. Do respektuar natyrën. Bravo. Me vim me bashkëshorten? Vim me bashkëshorten. Vim nga Berati. A jeni nga Berati? Vim nga Berati. Po? Na pëlqen ky vendi këtu, vetëm që vërejtje kemi me rjetat që hedhin këta. Me rjetat e peshkimit? Ju peshkuni me grep? Ne me grep, ne peshkatar sportiv. Tani më thuj diçka, ke bërë ti gruan peshkatare apo gruat ka bërë ti peshkatar? Ore, fillimisht isha ajo, pastaj se këmbgulja është nga ana e gruas. Pastaj unë kisha durimin më shumë. Edhe jemi këtu ku jemi, kemi 4 vjet që vim çdo të shtu nga Berati. E keni më tepër për qetësi apo si? Qetësi. Është vend i bukur, është edhe do mbajtur pastër. Vini vetëm këtu në Triport? Këtu. Po këtu se është më praktike këtu për neve. Nuk shmangim trafikun edhe nga. Bëni dhe plazh apo? Po ja, plazh po bëjmë tash. Rrezë dielli po marrim. Sa kohë qëndroni këtu? Zakonisht vim deri nga 2-3. Edhe jeni pranë Berat? Edhe jemi pranë Berat. Keni gjuajtur gjë sot apo është dobë? Sa ja dobë desh, nuk t'jep e vetë ajo masash vetëm, nuk është se ka. Po ky do durim peshku. Do durim, e keni durimin domethënë. Për të kalitur durimin është. Faleminderit shumë. Si e quajnë? Bruna. Bruna vin me bashkëshortin? Po, vim pothuajse në dimër ver, pothuajse çdo të shtunë. E kemi edhe sport, peshkimi, po edhe për relaks. Edhe kur nuk kapim gjë, të paktën marrim ajrin e detit, atë kënaqësinë e rrugës, kështu që ja kemi parë gjithë të mirat. Në verë bëjmë dhe plazhe dhe peshkojmë. Vini nga Berati apo? Nga Berati, po, nga Berati. Po ju si keni mësuar të peshkoni? Më thuaj çik, ju mësoi burri apo kështu? Shumë njëri tjetrin. Në fillim më thoshte mua mbaj kallamin. Kemi filluar në Divjak. Në Divjak, po? Erën e parë hodha unë kallami, vajte ngeci tek kishat natan, dhe unë qëria e prisja. Avash, kisha këgja shut për të kapur karemat në fillim me dorë, po mësohesh pastaj. Sa të hyna e qefi kur ka peshkun e parë, një herë, 2 herë, pastaj. Qëndroni gjatë? Qëndrojmë deri mbas dreke, kështu se në verë më shumë, në dimër më pak. Se është dita më e shkurtër. Keni debatuar ndonjëherë me burrin kështu për punën e peshkimit? Jo, kemi çik konkurrencë. Keni konkurrencë? Keni konkurrencë. Kush peshkon më shumë, kush ka më shumë durim? Më thuaj pak, ti apo burri? Jo, durimi ai ka çik më shumë në fakt. Po peshku varet, njëherë ka punë më shumë, njëherë ka pa ai. Punën e parë zuri jam shumë. Ka kaluar e kalova. Ka peshk? Varet, për shembull javën e kaluar filloi nga dreka. Tashi në mëngjes ndoshta, nuk e di, po presim, pastaj tham që kur ka, kur s'ka.
Tani, ju pëlqen natyra këtu, ju pëlqen të peshkoni, apo doni të largoni larg zhurmës sepse keni zgjedhur triportin? Shiko, triportin për arsye se tani bëhet plazh andej dhe ti kur njerëzit lahen ti nuk mund të peshkosh, domethënë nuk je prandaj kemi zgjedhur triportin. Plus që deti është më i thellë, duke menduar që ka dhe më shumë peshk. Qetësinë e kemi, takojmë trurin kur thonë. Shumë faleminderit. Ka të gjitha gjërat bashkë. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Në zonën e triportit takon dhe peshkatar të tjerë të cilët theksojnë se ky është një pasion i hershëm që i shoqëron ata prej vitesh. Ata qëndrojnë për disa orë, ndërsa thonë se peshkimi kërkon durim, por në fund mundi shpërblehet. Të gjejmë duke peshkuar në zonën e triportit me kallëm. Është pasion, vinë për të siguruar vaktin e shtëpisë, çfarë bën? Në një rrugë dy punë. E para e kemi pasion. Dhe e dyta që është po kaq e rëndësishme është dhe po kapëm, sigurojmë një meze për drekën nesër. Kështu që edhe me amvisën e kemi marrëdhënie shumë të mira, se shoqëro të përfitosh nga ky peshku bio që kemi ne këtu. Është pak privilegj. Sa vite ke që gjuan? Unë kam gati 10 vjet. Po në përgjithësi të shtunë diel kemi pushim dhe shkputemi. Marrim leje dhe vim për peshkim. Sa qëndron? Po ne kemi marrë edhe bukë me vete dhe ujë. E kemi si tip weekend. Që do të thënë do rri gjithë fundjavën këtu? Jo, vetëm të shtunë, të dielën në shtëpi. Në çfarë ore jeni zakonisht ditën? Je pensionist, je në punë? Jo, jam punë. Okej, je në punë edhe vin vetëm ushtroni edhe këtë aktivitet. Po. Bëjmë edhe peshkimin, e kemi sport. Sa të rish kafeneve, sa të merresh me thashë them me qyshtek. Deti është shumë paqësor, ai të afron mirësi, të afron bereqet kur ke fat. Dhe në përgjithësi kjo është një mënyrë që kam zgjedhur unë, një mënyrë e shëndetshme. Pse në triport? Jeni më qetësi, gjeni qetësinë këtu? Jo, sot kishte dallg. Okej. Kishte dallg dhe ky është vendi më i përshtatshëm për këtë periudhë kur ka dallg. Sa orë kaloni? Po rreth 4 orë, 5 orë. Keni luajtur gjë sot, ka rënë gjë? Gjëra të vogla. Ja, të vogla. S'jam për të reklamuar.